Në qoftë se bëhet një sondazh dhe pyeten njerëzit për pamjen e stoksorëve, të gjithë konkludojnë njësoj. Flasin për gritë e vegjël, drakot ose andromedianët, apo ndonjë rast tjetër e ngjashme. Pra kemi humanoid me sy, vesh, kokë, këmbë, pavarësisht për masës të tyre apo pamjes. Por ekzistojnë jashtëtoksorë me pamje tjetër. Sot do të flasim për një rast jashtëtoksore mjaft çuditshme që ka hyrë në histori si ashtu quajtur incidenti Pascagoula në Mississippi. Në përgjithësi pranohet nga shkencëtarët se nëse zhvillohet jetë inteligjente në univers, qeniet duhet të kenë sy për të parë, këmbë për të ecur, vesh për të dëgjuar, duar për punë të ndryshme e kështu me radhë. Një ditë bukur Charles Hickson dhe Calvin Parker nga Pascagoula e Mississippit treguan një histori mjaft interesante që të lë skeptik nëse nuk e mësuar me këto tema. Në 11 tetor 1983, të dy zotrinj patën një takim me një qenie që nuk gjante fare me në njerëzit. Charlie 42 vjeçar dhe Calvin 19 vjeçar shkuan të peshkonin tek lumi Pascagoula, ku për një moment dëgjoi një zhurmë mbi kokë. Ngrej kokën lart dhe shikoi një dritë fuqishme blu, dhe pas pak shfaqet një objekt në formë vezere dhe 3 metra i gjerë dhe 2 metra i lartë. Që të dy ngrin nga frika, por Calvin i pësoi krizë nervore. Aty ku nuk dukej asgjë, shfaqet një derë nga e cila dalin 3 qenie që u afrohen 2 peshkatarëve. Pavarësisht që dukej sikur kishin këmbë, qeniet fluturonin në ajër duke u afruar bregut. Qenë rreth 1.5 metra të gjatë dhe me këmbë të ngjitura dhe duar të gjata me membranat e kishtat. Në kokën e tyre nuk ishte as sy, as vesh, as gojë, as hund, por vetëm 3 kunje në formë konike. Kishin një lëkurë gri shumë të trashë. 2 prej tyre morën përdore Hicksonin dhe i treti mori Parkerit, të cilit i ratifikët nga frika. Hicksoni thot se e morën dhe fluturuan bashkë me të deri tek objekti. Brenda kishte një dritë verbuese të bardhë dhe i vendosën në hapësira të ndryshme. Hickson mbeti i paralizuar në ajër, por ndjeu një objekt me një sy të madh që ju ofrua duke vëzhguar për rreth 10 minuta. E njëjta procedurë u krye edhe me Parkerin. E gjithë procedura zgjati rreth 20 minuta dhe pastaj, pas një komunikimi, i lanë përsëri aty ku i morën, në breg të lumit. Hickson i hedh një sy Parkerit, i cili qante në mënyrë histerike dhe i lutej Zotit. Dera e objektit u mbyll dhe si zakonisht në tilla raste, objekti u zhduk me shpejtësi të madhe. Si fillim menduan të mos flasin fare, se do t'i merrnin për budallenj apo të shmendur, por më vonë vendosën të flasin me sherifin. Vet Hickson dha një intervistë. Sherifi tregon se erdhën 2 vetë në orën 20 të darkës, duke qarë në një gjendje të dukshëm histerike. Kur pyeti Calvin Parkerin, ky qaq nervoz, sa që në një moment u përpoi të kërcente mbi mur. Hickson i thot diçka interesante gjatë intervistës. Brenda në anije nuk ishte as stole as tavolina, drita që jashtëzakonisht e fuqishme në ngjyrë të bardhë. Syri që më kontrollonte qëndron disa sekonda tek syt dhe pastaj zbriti poshtë tek trupi. Ju kujtohet besoj filmi Spielbergut Lufta e botëve. Natyrisht që bëhet fjalë për skanim. Hickson i thot se kur më lanë në breg nuk më hodhëm, por më lanë but, që të dy u nështrua detektorit gënjesës 6 herë në ditë dhe rezultoi se zotërinj po thonin të vërtetën. Vetë sherifi mendoi se peshkatarët po sajonin ndonjë shaka dhe ju futi në dhomë një mikrofon pa dijenin e tyre. Duke dëgjuar bisedat e tyre së bashku me ekspertin e poligrafit, u bindën se po thonin të vërtetën. Një ditë më parë se të ndodhte ngjarja, shumë njerëz kishin parë objekte të çuditshme që fluturonin në qiell pranë vendit të ngjarjes. Ditë më vonë, një hipnotizues i ushtrisë u përpoi të fuse në hipnoz Hicksonin, por ky i fundit u bë histerik, duke detyruar hipnotizuesin të ndalojë. Hicksoni më vonë shkruajti edhe një libër dhe ndron jetë në 2011, në moshën 81 vjeçare. Parker është gjallë, por vazhdon me ilaçe. Thuhet se kjo rast është faqur edhe në Voronezh të Rusisë në shtator të 1989. Më 27 shtator të 1989, 200 km nga Moska, në qytetin industrial të Voronezhit, pati një val të tërë ufosh në qiell dhe jo vetëm kaq, por edhe kontakte të qenieve jashtëtoksore me qytetarë të ndryshëm. Në periferi të qytetit, një grup fëmijësh po luanin futboll
dhe papritur shikoi në qiell një sferë që ndryshonte ngjyrat dhe po ulej poshtë me një zhurmë si fishkëllim. Nga sfera dolën 4 këmbë që u mbështetën në tokë, si një palshkallë nga e cila filloi zbres një qenë rreth 3 metra gjatë, me një si kokë të sheshtë pa qafë, në të cilën ndodheshin 3 sy me ngjyrë të kuqe, ku njëri rrotullohej. Pas pak doli një qenë e dytë si robot, me gjatësi gjysmë metri, me këmbë e duar dhe trup si kuti, njësoj si robot. Fëmijëve ju bashkuan edhe shumë njerëz të tjerë që banonin aty afër. Këto qenie i injoruan komplet njerëzit, duke hulumtuar ambientin përreth dhe duke marrë mostra të ndryshme. Për një moment, njëri nga fëmijët fillon dhe ulëret duke i detyruar qenit që të kthehen mbrapsht në anije dhe të zhduken. Pas disa çastesh, shfaqen prap, po kësaj radhe qenë 3 metrosh dhe në dorë njëri prej tyre mbante një si tub sikur të qep pistolet. Një djali që u gjet përballë qenies, ju drejtua tubi dhe u zhduk në çast. Njerëzit vrapuan të tmerruar, kurse qenit u futën në sferë dhe u zhdukën. Pak a shumë kjo që ngjarja e asaj dite e Voronezhit, që të themi drejtën, duket si film multiplikativ për fëmijë. Fëmia i zhdukur u gjet qindra metra më tutje shëndosh e mirë. Ju kujtohet emisioni me gjaktarin Carl Higdon, kur ja shtoksoi me një lëvizje dorës, e çoi kamionçinën e Carlit disa qindra metra më tutje në pyll. Qindra dëshmitar okular deklaruan se kishin parë në qiell një objekt fluturues dhe midis tyre që dhe togeri i policisë Sergej Matvejev, që dhe akademiku Henry Silanov. Skicësuesi i policisë realizoi disa skica me ndihmën e fëmijëve. Për herë të parë lajmin e bëri ditur Agjencia Shtetërore e Lajmeve TASS. Disa dëshmitar të tjerë i kishin parë këto qenie 3 ditë më parë në vende ndryshme. Tek vendi i qëndrimit të diskët u gjetën 4 gjurmë simetrike dhe nga thellësia e gjurmëve ekspertët dolën në konkluzionin se objekti fluturues që i rën rreth 11 ton dhe tek vendi uljes kishte radioaktivitet të shtuar. Një rast i ngjashëm ka ndodhur në vitin 1977 në Uelsin e Jugut, ku 6 fëmijë pan qenie të njëjta që dolën nga sfera, rast ky që u studiua nga Ministria e Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar. Skeptikët si skeptikët menduan se rusët e sejuan këtë histori për të tërhequr vëmendjen nga hallet ekonomike dhe për t'u bazuar me amerikanët, të cilët nga ana e tyre i shfrytëzonin këto raste për propagandë. Portogeri i policisë Sergej Matvejev betohet se e pa diskun në ajër para se të ulej. Drejtori i laboratorit fizikës, Henis Vilanov, akuzoi media për fryrje të qëllimshme të ngjarjes. Megjithatë, atë ditë me siguri që diçka ka ndodhur, sepse ka me qindra dëshmitar okular që kishin parë në qiell diskun fluturues. Sot fëmijët e asaj dite janë rreth 40 vjeçar dhe thonë të njëjtën gjë. Çudia me këto qenie jashtëtoksore, që se nuk donin t'ia dinin fare për njerëzit kur dolën nga anija, sikur të mos ekzistonin fare. Pas disa muajve, historia sikur u harrua fare dhe asnjë nuk pyeste më për të. Dhe me që jemi tek territori rus, le t'i hedhim një sy deklaratës së ish presidentit rus, Dmitri Medvedev, i cili, pasi kishte mbaruar misioni, në këmbë, diskuton me gazetaren, duke menduar se kamerat qenë të figura. Apo kështu duan që të besojmë ne, por kjo nuk ka shumë rëndësi. Ajo që tha shokuese për vitin 2012 dhe çuditërisht nuk mori vëmendjen e medias mbar botërore, por u diskutua shumë pak për disa ditë dhe më pas u harrua. E rëndësishme në atë kohë që ndjekja e Big Brotherit, që bogëlonte në të gjithë botën. Kur gazetari e pyeti se ana vizitojnë jashtëtoksor, Dimitri jashtëzakonisht serioz dha një përgjigje që i shokoi të gjithë ata që ndiqnin. Themi i shokoi, sepse bërja publike e jesës së jashtëtoksorit në planet nuk po realizohet sot e kësaj dite, 13 vjet më pas nga intervista e Medvedevit, dhe në thelb ka probleme të mëdha, sidomos për fanatikët fetar. Si kur unë të bëja një mision për autorët e vërtet të muslimanizmit, do të më hidhen një qafë, po si kur papritur t'ju thuash jo vetëm këtyre, por të gjithë besimtarëve të botës, të gjitha feve të marrën së bashku, se ajo që keni besuar deri tani ka qenë një gënjeshtër e madhe dhe se gjithçka ka të bëjë me rasë jashtëtoksore. E mendoni se çfarë do të ndodhë? Kjo është thyshnia që ka përsipër Donald Trump dhe për mendimin tim modest, atyre nuk i ha shumë për popujt,
por ditën që do të bëj publike jetën jashtëtoksore në planet, gjëja e parë që do të ndodhë është se turma do t'ju sulen bankave për të marrë kursimet e tyre. Por a kanë para bankat? Kjo është një temë mbi temat. Por të vazhdojmë me temën e sotshme. Kush di rusisht apo anglisht, mund ta shikoj vetë videon, por edhe nëse nuk dini këto dy gjuhë, të jeni sigurt se dhe po të bëjnë ndonjë gabim në përkthim, nuk ka të bëjë fare me thelbin e çështjes. Zoti kryeministër, ju dini gjithçka. A është e vërtetë se jashtëtoksorët vizitojnë tokën? Po ju a them këtë për herë të parë dhe të fundit, se bashkë me çantën e kodeve të armatimeve nukleare, presidenti merr dhe një dokument sekret, i cili kushtohet tërësisht të huajve që vizitojnë planetin tonë. Këtë dokument e sill shërbimi i fshehtë, i cili merret me kontrollin e jashtëtoksorëve në vendin tonë. Pas marrëveshjes, dy dokumente dhe çanta që mban kodet e armatimit nuklear i dorëzohen presidentit të ri. Informacione më të detajuar për këtë temë mund të merrni nëse shikoni filmin dokumentar Men in Black. Mund të më thoni se sa janë ata? Pyet gazetarja. Nuk mund të them se sa janë midis nesh, për arsye se do të fillonte paniku. Zakonisht në të gjithë botën, kur bëjmë pyetje të tilla nëpër studio, të gjithë fillojnë dhe buzëqeshin, duke i dhënë kësaj teme serioze një karakter gallate, njësoj si shpërdohet tok fjalë si teori konspirative, sa herë që del në publik ndonjë e vërtet therse. Por në këtë rast Dmitri Medvedev ishte jashtëzakonisht serioz në përgjigjen e tij, dhe vetëm gazetari e buzëqeshte si idiote, sepse nuk e priste të përgjigje dhe nuk dinte si të reagonte. Siç duket priste ndonjë shaka dhe reagonte por në atë mënyrë. Kur Medvedev i thot gazetarit se nëse do më shumë të dhëna, shiko dokumentarin Men in Black, nuk kish parasysh filmin me Will Smith, por dokumentarin që flet për racat jashtëtoksore. Një pjesë e madhe studiuesi besojnë se arsyeja se pse u vra Kennedy është pikërisht kjo, bërja publike e jetës së jashtëtoksore në planet. Kur pyetën një astronaut rus se a besonte jashtëtoksorët, u përgjigj: "Është e pamundur që në një pyll të madh të jetoj vetëm një ari." Dhe le të përmendim edhe një herë ish ministrin e jashtëm të Kanadas, zotin Paul Hellyer, i cili ka ndruar jetë në 2021. E kam thënë në një nga misionet e shkuara, por po e përmbledh në temën e sotme. Ka folur për ekzistencën e ufave, duke thënë se janë real dhe të qëndrueshme në qiell si avionët tanë në qiell dhe nuk janë thjesht iluzione optike. Hellyer ka pohuar se shumë specie të ndryshme jashtëtoksorësh kanë vizituar tokën për mijëra vjet, dhe se qeveritë e mëdha e dinë këtë, por e mbajnë sekret. Ai ka akuzuar udhëheqësit botëror se po fshehin prani dhe teknologji jashtëtoksore dhe ka kërkuar që qeveritë të publikojnë këto informacione për publikun. Ai thekson se disa nga këto specie mund të kenë bashkëpunuar me qeveritë në mënyra të panjohura publikisht. Ai ka argumentuar se teknologjitë jashtëtoksore që mund të ndihmojnë për sfida të tilla si ndryshimi i klimës apo energjia e pastër janë potencialisht të disponueshme, por po mbahen të fshehta për arsye ekonomike apo politike. Paul Hellyer është një nga zyrtarët më të lartë qeveritar perëndimor që ka folur publikisht për këto çështje, gjë që i dha atij shumë vëmendje, edhe pse deklaratat e tij shqyrtohen me skepticizëm nga komuniteti shkencor dhe zyrtarët përkatës. Dhe me që sot qëndruan në Rusi, le të flasin për ngjarje tepër çuditshme ndodhur në vitin e largët tashmë 1982 në liçenin Baikal, ngjarje që pa dritën e diellit pas vitit 1990. Pra, jemi në vitin 1982 në liçenin Baikal dhe 7 zhytës rus të ushtrisë futën në 50 metra thellësi për një stërvitje rutinë dhe i gjejnë apo i del përballë diçka që teorikisht nuk duhet të ndodhej aty. Baikali është liçeni më i vjetër dhe më i madh në botë dhe mban afër 20% të ujërave të ëmbël të botës. Është liçeni më i thellë në botë, afërsisht 1.7 kilometra. Zyrtarisht, në dallim nga perëndimi, nga Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike, nuk ka dalë asnjë informacion për takime jashtëtoksorët. Duke filluar nga 1991, perëndimi filloi të njihej me takimet e ushtrisë ruse me objekte fluturuese të pa identifikuara. Megjithatë, sot do të flasim për diçka tjetër.
Liqeni Baikal quhet dhe syri blu i Siberisë. Kur zhytësit u futën në thellësi 50 metra, vurën se dikush po i vëzhgonte. Disa silueta të zeza të mëdha, sepse kuptohet se nuk ishte dritë mjaftueshme. Peshku më i madh në Baikal rritet deri në 3 metra dhe quhet Tulian. Këto silueta që janë rreth 3 metra të gjata dhe zhytësit u afruan dhe ndriçuan siluetat, dhe në atë moment kuptuan se s'janë peshq, përkundrazi. U gjendën përballë 5 humanoidëve me veshje gri të errët dhe diçka si kastë të dukshme në kokë. Temperatura që e pak mbi zero në atë moment. Pas pak kohe, humanoidët largohen në thellësitë e errta të liqenit. Zhytësit dalin në sipërfaqe dhe lajmërojnë komandantin e tyre Vladimir Damian, i cili nga ana e tij komunikon me epror të cilët i japin urdhër që zhytësit të futen prapë në ujë dhe të kapin mundësisht një nga ato qenie. Zhytësi profesionistë të ushtrisë u zhytën prapë tek i njëjti vend dhe pas pak kohe i pan përsëri humanoidët, të cilët nuk silleshin në mënyrë agresive. Zhytësit u përpoqën të kapin një humanoid me rjetë. Në këtë moment, një forcë e padukshme i godet të 7 zhytësi duke i nxjerrë në sipërfaqe. Nuk kishi problem gjakderdhje, por një ndryshim drastik i presionit të jashtëm në ujë. Ky ndryshim i menjëhershëm presioni i solli zhytësve probleme serioze të indeve trupore. I vetmi lash në këtë rast është vendosja e pacientit urgjent në dekompresor. Rusët kishin vetëm 3 dhoma të tilla, por funksiononte vetëm njëra, e cila mbante brenda vetëm 2 veta. Si rezultat, 4 zhytës humbën jetën, ndërsa 3 të tjerë u bën invalid. Banorët vendas i quajnë këto qenie notarët. Kur folën për emisionin se "Kë Zot beson Papa", përmenda dagonët në Afrikë, të cilët nga ana e tyre nderojnë një zot të quajtur Nomos. Këto qenie jashtëtoksore qenë amfibujor. Qeniet amfibe përmendet edhe në tekstet sumere dhe babilonase. Isisi egjiptian duhej edhe si siren që vinte nga ylli Sirius, njësoj si dagonët. Po sirena tek Odiseja. Nga na vijnë këto histori? Ne gjithmonë bëjmë pyetje se çfarë fshihet lart në qiell, por duhet të pyesim edhe se çfarë fshihet në thellësitë e deteve dhe oqeaneve. Mos ndoshta në ujë ka një civilizim që është shumë i përparuar se ne. E para gjë që ne si rast njerëzore na shkojnë në mendje që kapja e një prej tyre, ndërkohë që ata mund t'i vrisin në vend zhytësit, por nuk e bën. Reaguan vetëm kur ju rrezikua jeta. E përse duhet të komunikojnë me ne, kur ne nuk jemi të ngritur shpirtërisht? Dhe mos mendoni se është një rast i izoluar. Megjithatë, vazhdoni të qëndroni tek bota e fshetë, regjistroni dhe mirupafshim deri tek emisioni tjetër.